që ditën e sotme është nata e 23 të protestës, ka hyrë në javën e 4, vazhdon që të ketë masivitet nga nata në natë. Sigurisht që kulmi ishte ditën e shtunë me ardhjen e diasporës, një protestë e jashtëzakonshme ishte në fakt. Numra të shumë në shesh, por sipas kryeministit më shumë se diasporë ishin shqiptarë të Kosovës, pra nga Prishtina edhe nga Tetova. Megjithatë, për protestën ne sot me shikuesit tanë do të flasim me një nga protagonistët organizatorët e ditëve të para të saj. Madje ai ka qenë pjesë edhe studentëve, pra protestës së studentëve të 2018-s. Ai është Olger Akiptari, mësues arti, ndikur ka qenë edhe koleg i imi. Olger, përshëndetje dhe faleminderit. Si jeni? Faleminderit Olger. Ju si jeni, sepse është nata 23, por energjia është në rritje, shikoj entuziazmin. Edhe pse me nga 3-4 orë gjumë çdo natë, prapë na duket sikur është vetëm një pushim gjysmore në mes, edhe vazhdon jeta sikur nuk po flen fare. Do të thënë edhe kur e mbarojmë protestën në mesnatë, ne rikthehemi edhe mbahemi akoma me atë energjinë e këtyre pamjeve të mrekullueshme që ndodhin në protestë. Në 2 netët e fundit disa e kanë kaluar natën e kanë gdhirë edhe poshtë kryeministrisë. Ka qenë organizime spontane apo të menduara këto? Patjetër që është spontane, patjetër që të masivitet protestuesish, qëndrime dhe mendimet janë shumë të gjëra. Unë mendoj, duke qenë se kanë qenë studenti 2018 dhe e kanë provuar mbi kurrizë qëndrimin, e kemi bërë edhe si akt qëndrimin në mesnatë edhe me ditë të tëra dhe ka qenë ditë dimri. Ka qenë ditë me minus deri në -8 gradë, ndaj mend, dhe edhe batanijet nuk na ngronin, nuk na linin as ngrohtë as lloj gjëje. Sot është pak më ngrohtë, pak më freskët, pak më mirë, por ai akt nuk se na dha rezultatin që ne prisnim atëherë. Dhe unë mendoj që duhet të ruajmë pak më shumë energjinë tonë në pikun e vend takimit tonë, në orën 7 për shkakun që e kemi çdo ditë, do të ishte më mirë që të ishim më të kthjellët dhe më të përqendruar në atë që ne kërkojmë. Pra të artikulohemi më qartë, sepse e dim që edhe fizikisht ti jesh ditë natë pa gjumë, normalisht do vi një moment edhe nuk je aq i kthjellët sa jemi tani. Olger, ku ndryshon kjo protesta nga ajo e 2018, sepse edhe ajo kishte masivitet, kishte eufori, me entuziazm, qëndrim ato pushimet e fund vitit që u shpëndat nuk mund të riktheheshit me. Unë mendoj që protesta e studentëve u përpoq që propaganda ta shiste që ishte e studentëve dhe edhe pse bëm disa tentativa që edhe diaspora të vinte, mbajmë që u bashkua diaspora në një moment të caktuar, kishte tentativa të vinin më të rritur, por krijosh ajo fryma që ç'pun keni ju, ata janë studentë, mos u përzini, edhe në protestat e 90-s ishin studentë, por nuk ishin vetëm studentët pas sa ku mbushën sheshin. Nuk mund të kishte gjithë ajo demonstrat që u bë atëherë vetëm me studentë, patjetër që ishin të gjitha. Kurse ne ngelëm vetëm tek studentët, pra duke mos u hapur dhe mos bashkuar faktorë të tjerë grupe interesi, që atëherë kanë qenë banorët e Asirit, kanë qenë ata të Tërmetit, kanë qenë shumë grupime të tjera që neve duhet i kishim pjesë të grup organizimeve tona dhe që neve të krijonin një masivitet. Masiviteti e pati pikun, ata të prisnin që të vinin pushimet, normalisht baza ishte nga studentë që qëndronin, pra ishim nga rrethet, dhe ne patëm një lloj rënie atje dhe pastaj më pas ishte shumë e vështirë ngritja në janar. Pra për të mbajtur akoma atë zjarrin e protestës, për aq kohë ai doli dhe bëri 1-2 kërkesa, por unë nuk mendoj që neve u ngritëm dhe krijuam një protestë aq madhështore për një bilet autobusi. Tani të jemi sinqert, kërkesat tona ishin përtej asaj. Dhe mbaj mend që kur neve filluam të artikuloheshim kundër klasës politike, kishim goditje edhe mes vetes. Pra edhe mes njerëzve që neve i kishim dedikuar dhe të infiltruar.
Po edhe që ne nuk e kupton. Për shembull, jo të gjithë mund ta thonë, nëse thonë Rama në burg, jo të gjithë u anxë goja ta thonë aty edhe Berisha në burg, më shesh, se kemi parë dhe nga opozita që kanë në protestë. Aty patjetër që mund të ketë nga pushteti, patronazhistët. Patjetër që mund të ketë me atë masiviteti nuk mund të arrish ta skanosh dot. Ideja është kur krijohet një masë e madhe, është shumë e vështirë për çdo lloj fraksioni, për çdo lloj grupimi të kapet ajo protestë. Frika më e madhe është se nëse ajo mpaket, do dalë një grupimacion dhe do thotë që kjo është e linja, kjo është protesta që ne e kemi organizuar. Kështu ndodh kur mpaket, kur është masë e madhe, është shumë e vështirë. Aty le të jenë të gjithë se ne na duhen. Ne na duhen edhe influencerat, na duhen edhe ata që bëjnë xhiron te liçeni, na duhet kushdo, mjafton që të jenë aty në shesh. Dhe nuk ka rëndësi se ne nuk mund t'i ndajmë me kategori. Të gjithë kanë dalë në shesh, të dalin të protestojnë dhe të japin mbështetjen masive kësaj proteste. Ndryshe nga era e parë, kjo është gjithë përfshirëse. Edhe diçka tjetër. Ju thatë që është gjithë përfshirëse, por në qoftë se ajo e para dështoi, ju I keni nxjerrë mësimet nga ajo. Pikërisht, unë nuk do doja pas zhgënjimit shumë të madh të protestës së studentëve, personalisht isha mbyllur në vetvete dhe pata dhe tjetër për protestën e teatrit, edhe mendova që ishte pa shpresë të luftoje, më dukeshe se kur luftoje me mullin të erës, kur vetë populli nuk po dëgjoheshe, nuk po na jepte përkrajen që duheshe, fizikisht, sepse mbaj mend që në ushqime, në mbështetje, në fjalë, në gjitha retorika ishte okay. Gjithë mbështesin, por veprime konkrete që ne na duheshe që të ushtronin presion qeverisë për të arritur pikat tona, nuk ishte. Kurse në këtë radhë ne jemi konsistent, nuk kemi patur asnjë ditë pushimi, po bëhen 23 ditë, ne jemi po e njëjta bërtham, po e njëjti masivitet, pra nuk ka patur rënje asnjëherë dhe kjo na ka bërë që të qëndrojmë më të fortë. Kjo e diferencon dukshëm jo vetëm nga protesta e studentëve, po unë mendoj edhe në këto 36 vjet demokraci nuk mendoj që ka patur ndonjë të dytë si kjo. Ka larmishmëri mendimesh, ka përpiqet çdo ditë grupimet të ndajnë të njëjtat mendime. Normalisht ka njerëz që shprehin edhe atë indinjatën, atë lodhjen që s'po marrin atë përgjigjen e duhur, por duhet të dimë edhe diçka. Revolucionet nuk bëhen për shtambi. Nëse do bëheshin, e kishin bërë shumë vite më përpara, nuk kishin pritur 36 vjet, apo jo? Po ju morën rastin e protestës së studentëve dhjetore që unë normalisht e kam dëgjuar, jo me djetuar atë periudhë, që ata për gati brenda javës arritën një konkluzion. Unë dua të dal tek ajo Olger që po mos harro pra, ata dolën për brenda një jave. A është nevoja tani që të kthehet në lëvizje kjo, që të futeni brenda sistemit? Sepse ju e treguat forcën në shesh. Çfarë do tregoni më në shesh? Çiko, pushtetit I intereson që neve të lodhemi, të vazhdojmë. Unë mendoj që nëse e kthejmë pllakën nga ana tjetër dhe I shikojmë të mirat e kësaj zgjatje të protestës, është neve do vazhdojmë të konsolidohemi të njihemi. Nuk mund të njihesh me protestuesit, bashkëprotestuesit aty brenda një dite. Tani nëse ne themi ta kthejmë një lëvizje, si do njihemi bashkë neve nëse jemi takuar vetëm mbrëmjen e djeshme në protestë? Nga duhet të besoj unë te ti dhe ti te unë që jemi të duhurit për këtë gjë. Ju thoni që kjo do shërbejë edhe si një periudhë njohje. Edhe për të periudhë njohje konsolidimi, çfarë kontributesh do bëjë secili? Ku do kontribojmë neve? Si do kontribojmë? A jemi vërtet sepse kemi parë, unë personalisht jam ndjekur shumë nga protesta e studentëve. Kam mbështetur shumë të rinj të reja. I kam promovuar në për çdo hapësirë mediatike që unë kam patur mundësi që t'i promovoj. Dhe në fund të ditës ka qenë dhe kjo deputetja e PS-s që tani u largua nga Partia Socialiste, Mariana Koçeku, që është I kthyer në protestë aty. Ka qenë atëherë? Patjetër, krau I midjast ka qenë dikur, e kam mbështetur, kanë qenë daljet e saj, promovimi I fillimit. Ai ishte rasti, unë jam prononcuar mjaftueshëm për të, u prononcova dhe në shesh, nuk do doja shumë që ta zgjasja, ai është I vendimi I saj, unë do doja vetëm diçka nga ajo. Domethënë, nëse ka bërë një akt politik ditëve të fundit, nëse ai akt është I sinqert,
do doja të më aprovonte me vepra. Nëse do të aprovonte me vepra, do doja shumë të besoja në idealizmin e saj. Kush janë veprat? Pavarësisht njeriu gabon gjatë rrugës, unë nuk jam që ajo të falet brenda një nate të gdhiesh dhe të thuash më fale dhe të falet një gjë që ti e ke bërë në kurriz popullit. Ama mendoj që në këtë moment kritik që ne jemi dhe vendimtar është që ne duhet i bashkojmë forcat me gjithkënd. Ne jemi të hapur që pse jo Mariana të tre shikon në zvarë dhe të marrë dhe shumë njerëz të tjerë bas vetes, se qëllimi jonë është që krijohet hapet rruga për rënien e qeverisë. Kështu që për aq kohë sa merren hapa brenda vetë Partisë Socialiste, jemi të gatshëm të mirëpresim këtë lloj lëvizjesh. Olger, a ka një plan tjetër, nëse nuk qahet barikada në këtë mënyrë siç është nisur tani, BC etj, si do veprohet? Unë mendoj që koha do t'i pastrojë dhe do t'i kristalizoj shumë rrugës idetë tona. Të gjithë po tentojnë dhe përpiqen që të thonë, ok, të dalim të radikalizohemi. E kemi vënë, e kanë tërbërë opozita. Është radikalizuar. Nuk kemi marrë asnjë gjë, kanë shkuar në autogol, shkuan deri në lënien e mandateve dhe ja ku jemi në çfarë gjendje. Unë nuk mendoj që ajo është rruga e duhur. Për aq kohë tani ne kemi fëmijë shumë të vegjël aty në protestë, kemi një mbështetje masive. Nuk ka, thash, është e magjishme të shikosh nga 0 vjeç deri në moshat më të vjetra, që vazhdojnë me energji. Vazhdojnë me energji të ndjekin në marshin, krah për krau, një çift 75 vjeçar dhe që nuk dorëzohet se ecuri, domethënë është që ti nuk duhet ta mendosh kurrë atë lojë. Me orë të tërë. Janë protesta gjatë 6 shtator. 6 shtator dhe ata nuk dorëzohen rrugës. Derisa neve shkojmë dhe vetohemi para sheshit Skënderbej. Por problemi është që një pjesë mendojnë që kjo mundet që të kalojë edhe në lodhje, duke qenë se nuk po shikohet një plan në horizont ose një program, një projekt, një lider aty. Më kupton? Mendoj që të gjitha gjërat janë provuar. Kur janë bërë gjërat shumë të shpejta, nuk ka patur të mirë. Ne nuk duam të heqim një dhe të sjellim disa më të këqij. Ai që lodhet shpejt do të thotë që s'është për betejë. Ju sa e keni menduar që do zjarrte gjithë kjo? Nuk ka afat. Afati përfundimtar është vetëm arritja e kërkesave. Nëse ne ja arrijmë dorëheqjen të parë, kërkesa e parë primare, pra duke u nisur, duke u çarë, është dorëheqja e kryeministit Rama dhe më pas rënja e komplet klasës politike. Të hapet loja, të bëhet një qeveri tranzitore, të ruhet vota, të bëhet një sistem majoritar, të bëhet ku pesha e çdo lloj kandidati të vlerësohet për aq sa ai vlet, të dalin të gjithë të hapur, pse jo more edhe këta që neve mendojmë se nuk bëjnë. Nëse ata e nxjerrin dhe vinë në kushte të barabarta, hajde ti shikojnë që sa ju vlen lëkura. Ne e kemi dëshmuar, edhe pse ata kanë qenë për lista të mbyllura, atë raste qesharake fare. Lider një parti e shumë të madhe të marrësh 560 vota. Është turpi më i madh. 560 vota le të nxjerrësh edhe nga blogerët edhe tiktokerat më cop-cop, po të dalin në shesh dhe të kërkoj, kam përshtypjen që mbledh edhe 4-5 mijë vota. Është turp të thuash që unë drejtoj, unë jam lider dhe të marrësh ti 500. Kjo është meritokracia, mendoj. Nëse ti mendon që do të hapësh lojën dhe do të bësh demokraci, duhet kemi këtë gjë. Dhe mendoj që dhe presidenti që i është mbyllur goja, që është i heshtur, duhet të ndryshohet tashmë. Nuk duhet ja heqim, po e bëjmë gjysmë presidenciale dhe të japim vlerësim nga populli, të votohet nga populli, që jemi, jo të shkoj të këndoj edhe të kërcej me lloj-lloj njerëzish që s'kan lidhje me Shqipërinë, ndërkohë Shqipëria aty përpara derës së tij po zgjen. Ju thoni e keni fjalën për këtë president apo do të ndryshoj kushtetuta për zgjedhjen e presidentit? Ti iki më të shkarkohet fare dhe ky president patjetër, bashkë me klasën politike të iki dhe ky dhe të bëhen zgjedhje. Të bëhen zgjedhje për të gjitha, duhet ndryshuar komplet sistemi.
Kjo që është ky vend argumentuar për e funksionojë. parë. Me presidentin s'kisha dëgjuar që t'ishit të marrë më para. Po fakti që ne sot presidentin nuk e kemi asnjë lloj qëndrimi, por edhe dalë edhe një herë thotë më ka votuar Edi Rama, me Edi Ramën jam, po ta dim të paktën. Ta dim ta ndaj shapin nga sheqeri. Kur duhet të reagoj presidenti, për çfarë e paguajmë që të shtoj godinën nga 600 metra ta çoj 6000 metra, ta bëj sultanat për familjen e vet. E keni menduar që të ktheheni edhe andej për të ndaluar aty gjatë marshimit? Kemi shkuar. Po është e pamundur që të zgjosh njerëzit nga gjumi kur duam vetëm të flenë. Kur ti karrigen e ke të dhuruar, çfarë do lloj gjëja që të bësh, nuk është se të zgjon nga gjumi letargjik. Ndaj po them, nëse i kthehet vendimarrja popullit, nuk ka president që nuk do reagonte, sepse do e dinte që brenda natës do ishte i shkarkuar prapë nga populli. Duhet kthehet ligji i referendumeve. Nëse dikush mendon që po pse sa herë që të ngrihen shqiptarët që nuk duan diçka, duhet bjerë qeveria. Okej, dakor, mund mos shpenzojnë për gjithmonë për rënje qeverie. Atëherë le të jetë ligji i referendumeve dhe kur të jenë çështje me interes kombëtar, le të shkojmë në referendum, edhe le të mendojmë tani kush e ka popullin me vete. Olger, po qoftë Rama do çonte zgjedhjet parakoshme vendin, të ishte gati kjo shumica aty në shesh, ky grupim që të shkonte? Kjo është kërkesë gjysmake dhe nuk mendoj që është e vlefshme. Ajo do ishte një gjë, edhe pse ai është shumë frikaca, edhe unë nuk mendoj që do ta bëj atë, sepse në kushtet që jemi sot ai e ndjen veten që nuk i ka as 5 veta me vete, edhe nuk do ta bënte dot atë autogol, por vetë dim që ky sistem zgjedhor nuk na jep hapësira ne që për 45 ditë të organizohen. Është e pamundur. Është e pamundur, prandaj po themi të jetë një qeveri tranzitore me intelektual dhe me shtresën e mesme që kanë qenë të papërlyer gjatë këtyre viteve. Ta drejtojnë ata, të na japin kohë për të organizuar dhe më pas hyn në fushë betej në kushte të barabarta. Po, duket shumë e vështirë që një kundërshtar të jap kohë palës tjetër që të organizohet, të rritet, të fuqizohet dhe pastaj kur të doj pala tjetër të futet. Nuk do japi ai, është i detyruar. Ky është zëri i popullit. Po ju më folni. Nëse ai mendon që unë jam me popullin, ja ku është fushë beteja. Le të dalin dhe ta provojë. Pse Albin Kurti në Kosovë, sa herë që mendon që populli mendon që un kam të drejtë, atëherë ai shkojmë në zgjedhjet parakoshme, po shkon në zgjedhjet parakoshme dhe populli po e beson. Edhe vazhdon qëndron. Le ta përsërisim edhe këtu. Se neve në 14 vjet kemi vetëm 3 palë zgjedhje, kur në Kosovë në 7 vjet kemi 5 palë. Çfarë keqe i ka sjell Kosovës kjo gjëja? Atëherë hajde ta dëgjojmë, hajde edhe të na mbyllet edhe goja. Që ne themi, okej, dolëm në zgjedhje, ja ku e humbët edhe juve, ja që unë popullin e pata. Nëse ai mendon që ka 800.000 sërish, hajde ne të dalë dhe ta provojmë. Po kërkoni Albin Kurti këtu? Jo, nuk po kërkon askush Albin Kurti. Po kërkoj që jemi po të njëjtët shqiptar. Po ai dyshoni që ai ka dorë te kjo, pra ju ka dhënë një dorë? Jo, as pak. Mendoj që kontributi nga Kosova mendoj që duhet jetë shumë më i madh. Nuk duhet as të intimidohen, nuk duhet as të kompleksohen, jo po pse ne ju kemi dhënë dorë atyre, gjithmonë. Unë mendoj, edhe vetë kam reaguar kur kanë qenë çështje me interes kombëtar. Edhe kur ka qenë për UÇK-n, edhe kur ka qenë për të gjitha gjërat. Të njëjtën gjë jemi ne sot. Kemi nevojë për mbështetjen edhe të Kosovës, edhe të Maqedonisë, edhe të Luginës së Preshevës, edhe të Malit të Zi. Sot më shumë se kur, ashtu siç ne reaguam për studentët në Maqedoni, mendoj që po njësoj ata. Nuk ka rëndësi edhe pse mos jenë fizikisht. Sot duhet ndar shapi nga sheqeri. Shumë kam parë disa gazetarë të nderuar në Kosovë që kanë dalë dhe po ndërgjegjësojnë. Sepse shpesh herë ndodh kjo gjëja kështu, që kur je në Kosovë, ti shikon vetë mediat shqiptare, që siç i dim si janë mediat shqiptare, je krijon një perceptim që shikon se Edi Rama ka të drejtë. Jo më se duhet dalë dikush nga ata, që ti thotë që shiko, çfarë ka bërë ai gjatë kësaj kohe për Kosovën? Se njerëzit harrojnë, 3 vite kanë. Olger, ka një
pjesë tjetër, pra më lejo të sjell jo mendimin tim, po qëndrimin e disa palëve në këtë që po ndodh. Që tani ju mësollet shembullin e Kosovës, e cila shkon nga njëra palë zgjedhje në tjetrën për shkak të krizës së numrave. Njëherë ishte kuvendi, një qeveria, pastaj presidenca. Tani, nëse do ishte kështu si thoni ju që ata të vinë këtu për të protestuar, atëherë bie që ata do na ftonin ne, eni ju protestoni në Kosovë kundër opozitës që Albin Kurti të bëj numrat. Pra nuk ju duket kjo, nuk po them ndërhyrje, sepse ne jemi një shqiptar. Nuk është ndërhyrje. A kemi kërkuar në zëri Bashkim Kombëtar? Në kushtet. A duam atë? Kjo është. A duam Bashkim Kombëtar? Bashkimi Kombëtar është një çështje tjetër. Tani po flasim. Po jo, nuk është çështje tjetër. Kjo është çështje e Bashkimit Kombëtar. Nëse ne politika nuk u bashkuam, të dyja qeverit aktuale kanë premtuar që do bëjnë Bashkim Kombëtar. Kur kanë ardhur vetë në pushtet, e kanë harruar Bashkimin Kombëtar. Atëherë, me që nuk e duan qeverit, e do populli. E le ta bëjmë edhe këtë Bashkim Kombëtar edhe kështu. Ta nisim edhe nga kjo, se duhet të gjykohemi neve nga politika, a i vjen politikës sipas interesit të tij, që neve të bashkohemi. Bashkimi është interesi kombëtar. Neve po protestojmë për interesa kombëtare, jo partijake. Ne nuk po kërkojmë që të bjerë një parti dhe të ngrihet një parti. Ne duam, nëse ne mendonim se Albin Kurti do bënte Bashkim Kombëtar, ishte unë mbështet dhe për të ardhur. Në këtë ai nuk po e bën, duhet bjerë. Qeverit në çdo vend të botës, unë mbaj mend Anglin në pandemi. Për 6 muaj u ndryshua disa herë. Vazhdon të ndrohet. Neve që prej pandemisë deri tani akoma kemi të njëjtën fytyrë. Si këtu si në Kosovë. Pse më gjë e keqe është në çdo shtet që bëhen në çdo 6 muaj. Më mirë le të harxojmë të zgjedhjet sesa të harxojmë të koncesionet. Olger, ju thatë që qeveria duhet drejtohet në mënyrë teknike, ka figura intelektuale tjera. Tani, a ka aty në shesh pjesë intelektual që ju mendoni që do të ishin të durit për ta drejtuar qeverinë, se deri tani kemi parë më shumë zërin e popullit. Shtresën e mesme, por pjesa intelektuale nuk është afruar tamam, apo gabohem te kjo. Nuk kam patur një shkëlqim shumë të madh, me thënë të drejtën, në perceptimin tim edhe kur kam qenë i vogël, pa filluar studentët dhe këto, kam patur një pikpyetje gjithmonë të madhe, thoja, po intelektual, kujt i thon intelektual? Me kë e kanë këta intelektual? Intelektuali në perceptimin tim ishte që kur ka çështje me interes kombëtar, nuk del edhe flet as për partinë, as për njërin krah, as për krahun tjetër. Del edhe dison popullit. Një intelektual nuk ka pse të mbajë një qëndrim të njashëm, duhet dalë dhe t'i thot popullit, ore është puna kaq e thjeshtë. Kjo gjëja është kështu, kjo gjëja është kështu. Dhe duhet ta zbërthej ashtu si populli e pranon, ashtu si populli arrin ta kuptoj. Neve nuk do të flasim me terma, rëzohet ligji XX, nuk kupton popullin me numra, me shifra, me data. Kupton çfarë është ai ligj, pse duhet të rëzuar ai ligj dhe çfarë i shërben popullit ai ligj. Mendoj që elita shqiptare, intelektualët shqiptar, nuk e kanë bërë detyrën si duhet. Prandaj jemi në këtë drejtë. Jemi në këtë drejtë sepse vetë populli nuk ka qenë i kthjellët me mendim. Pse? Sepse kanë parë vetëm njërin krah anë të medaljes, Edi Ramën që ka gjithë pushtetin informativ, pra të bombardon edhe mediatikisht, bombardon edhe me patrorashistët fizikisht, duke të ardhur ata dhe duke ndëtur çekiç, duke të argumentuar se ata s'kan as argumenta. Ata vinë, aty që ti dëgjon në televizion e dëgjon edhe nga ata të përsëritur. Nëse ai vjen edhe më argumenton ndryshe mua, që unë jam gabim, edhe unë përpiqem të ndryshoj mendimin. Mos është mendim ndryshe sepse vetë fjalë në gojën e tij vetë fjalët e vetë kryeministrit. Si do të thotë, bëhet një përcjellës i rëndomt. I asaj gjë, ndërsa intelektuali, elita del dhe thotë, nuk kjo gjë, nëse ne marrim një vendim që e pranojmë këtë gjë, shkojmë drejt kësaj. Nëse ne e refuzojmë, shkojmë drejt kësaj. Dhe e merr vendimin populli. Më thoni një figurë përbashkuese për ju që ja vlen aty, që juve ju përfaqëson. Një figurë publike, intelektual, profesor, akademik, tjera, ose çdo që tjetë, nga çdo lloj fushë, që juve ju përbashkon përballë qeverisë, për qeveri teknike apo për misione tjera. Unë mendoj që, për shembull, Marin Memaj është super i diskutuar edhe është kërkuar. E di shumë mirë, jo vetëm virtualisht, edhe aty çdo ditë në shesh,
ka shumë figura që i kërkojnë, që i thonë të afrohen. Unë e kuptoj dhe mirë kuptoj deri diku kompleksin e tyre, sepse ka ndodhur shpesh herë që e është marrë një figurë shumë e pastër, shumë e nderuar, edhe në një entuziazëm të momentit e kanë mbështetur të gjithë, por në fund fare ajo mbështetja nuk ka reflektuar mbështetje reale. Mbështetja reale është në vota. Pra nuk mund të digjet edhe një intelektual. Unë mendoj që duhet krijohen kushtet që të pastrohet gjithë kjo tymnaj, duhet pastrohet fusha e betejës. Nuk mund ta marrim neve një intelektual që ka bërë rezistencën e tij 30 vjeçare, duke i dalë kundra çdo lloj pushteti që ka qenë, dhe ta marrim ta hedhim mes uqrish. Nuk mund të fitoj mes uqrish ai. E ti themi, shko një herë ti në mes, mos të çajnë uqrit, pastaj ne do vim mbrapa. Jo. Nëse ne i themi, do t'i themi, hajde do shkojmë bashkë aty te uqrit, do t'i çajnë ata, dhe pastaj ti ke të drejtën që të zgjedhim, edhe të vazhdojmë për të besoj. Në fund ne duam të bëjmë kurban dikë, dhe nuk bëhet kurban dikush. Të merret të nxirret njëri aty përpara që të ketë mundësi që gjithë ata që e ndjejnë, që janë në grahmën e fundit, duke dhënë shpirt, të bien dhe të sulmojnë ata. Nuk ka, unë mendoj që Jezu Krishti të zbresësh, Nën Terezën të zbresësh këtu sot, do të ta përlyejnë. Do thonë gjithmonë diçka. Historia ka treguar këtë gjë. Profesor, herët ose vonë, përballja me palën tjetër do ndodh. Patjetër, absolutisht, nuk jemi për shmangje në asaj gjëje. Pse mos ndodh herët, po të ndodh vonë? Pra, të sepse mendon akoma të marr përgjegjësinë për mendoj që jemi akoma në kushtet që duhet të marrim kemi një vendimarrje të ecshme që me patjetër të dalje. Me rëndësi për mua është që shumë nga ata janë aty në shesh. Kjo për mua është shumë e rëndësishme. Mos prezenca atyre do më friksonte shumë. Fakti që ata po vazhdojnë, le t'ju jepet koha edhe për të kthjelluar edhe ata. Sepse mendoj, në momentin që ata do të dalin, ata do ta pompojnë shumë mirë. Atëherë do jetë goditja përfundimtare e këtij sistemi të kalur politik. Edhe diçka të fundit ka profesor, ku e shikoni me patjetër që shoqëria, ajo mas kritike që ka dalë në shesh, duhet ja pastroj vendin. Duhet të bëj luftën, duhet ta përqendroj tek krijimi kushteve më të mira. Krijimi kushteve më të mira për të dalë. Unë mendoj që kemi rastin më ideal për të evidentuar njerëz shumë të mirë. Ky vend ka nevojë për shumë djem e vajza të reja. Nuk mund të shikojmë te kulti i individit. Nuk mund të dalë një apo dy veta. Kemi nevojë për shumë, kemi përqindra për mira të rinj. Ky vend ka lënguar prej vitesh dhe mendoj që ka nevojë që të dalë të krijohet, kur thoshte Tishta e njerëz të tjerë, që duhet të krijohet dhe një çet intelektualësh, edhe ajo çet intelektualësh nuk krijohet brenda ditës, sepse mund të ndodhë një historia të përsëritur, siç u përsërit me protestën e studentëve që u tradhtuan nga njerëz që mendonin se ishin intelektual, ishin njerëz idealist, kur erdhi puna, e pamëm se si përfundoi. Nëse ne mendojmë që aty nuk kemi frikë, nuk intimidohemi, nuk na bën dot zap askush, atëherë po ata janë të duhurit që ta marrin. Por jam edhe me këtë gjë, sepse më bëhet ndonjëherë pyetja enveriste si dikur që dilnin dhe qani, thoshte po dishen veri kush do vi. Vazhdon akoma 36 vjet më pas, po i kurama kush do vi. Ka shumë djem e vajza ky vend që duhet të bëhet Shqipëria. Ka një valë të dytë të diasporës që do mund vi si ajo si rastit shtunës, ju keni kontakte me shqiptarët? Edi Rama gëzon që siç gëzonte të fillonte botrorit me të mpakeshin, jo që nuk mpakëm, unë shumë kishua. Po njësoj ndodh që të vazhdoj të shtohet piku i vapës, edhe protestuesit të mpaken, edhe njerëzit shkojnë në protest. Po harron tjetrën që diaspora, sot për sot, edhe pse është në përpunra, nuk po lë shtet pa protestuar. E mendoni dot që ajo diasporë do vi fillimi i gushtit edhe do jetë e zbarkuar e gjitha në Shqipëri se do kenë pushime? Për të mostrojnë që ka shumë veta që nuk po presin më pushime. Janë duke rregulluar punat e tyre dhe duke u shkëputur. Unë mendoj që valja e diasporës sot
si asnjëherë tjetër, më përpara u bën thirrjet në protestën e studentëve, por masa nuk u krijua aq kritike sa duheshte. Kurse kësaj radhe, ata po vetë organizohen, nuk po presin vetëm një lider nga diaspora. Ata po bëhen lidera të secileve grupimeve dhe kjo është madhështore. Unë mendoj që ata po vinë në rrugë toksore, detare, ajrore, po gjejnë të gjitha forma. Erdhi në fundjavë 2 grupime të mëdha, edhe pse u krijuan hapësira që ata të ndërpritëshin dhe të ndaloshin, nuk u ndaluan, e pam atë uragan të madh në shesh që ajo dha, edhe mendoj ne duhet përqendrohemi te kjo gjë, që nëse ai gëzon që neve do mpakemi prej pushimeve, neve do themi pushime para dite edhe protest pas dite. Pra deri në mbrëmje ka mjaftueshëm kohë për të dalë për t'i bërë presion. Kështu që ne jemi në komoditetin më të madh të mundshëm. Ai është në frikën më të madhe. Profesor, u të falenderoj për bisedën, nëse keni një mesazh të fundit për kryeministrin në rast se ju dëgjon. Për mua mendoj që nëse ai erdhi dhe mendoj që tha unë jam votuar nga populli dhe do dëgjoj vendimin e popullit, është momenti që është kohë të vazhdojmë me delegitimime, sepse numrat dhe shifrat i di. Fakti që ai rrethim simbolik rreth e përqar kryeministrisë ishte arsye dhe fakt, pra nuk mundet ishte radha kilometrike. Dhe radhën kilometrike as ai vetë nuk e ka realizuar dot. Unë jam i bindur, e kam thënë dhe do ta them, që nëse do ishte në kushte të tjera, vetë e Tirana do e kishte ëndër, do kishte qenë pjesë e kësaj proteste. E ka pat ëndra e tij më e madhe është që të ishte në atë shesh mes nesh. Makti i tij është po ai shesh. Pra ai ndron ditën të jetë në shesh me ne të protestojë, të bëjë një protest kaq të bukur ai nuk ka bërë, ka organizuar pafund, ka organizuar deri në të dhunshmet, por nuk ja ka dalë. Do të bëjë një protest kaq madhështore. Dhe makti i tij në mesnatë për në gjuhë është po ai shesh duke i dalë në ëndra. E ti më të këqija. Profesor, kështu që jep dorëheqjen me dinjitet, përpiqur ta mbyllësh, ndonjëherë e keqja themi ne shqiptarët s'ka asnjëherë fund, ndoshta populli mundet të vazhdojë edhe në një plan B të paparashikueshëm, që mendoj që neve duhet ta mbajmë mende atë planin B të pa dekonspiruar, që vetë klasa e gjithë, unë nuk mendoj vetëm pushteti, po e gjithë klasa politike të gjetet e papërgatitur. Eksperienca me studentët na bëri kur ne u shfaqëm dhe filluam të artikulonim që po duam edhe rënien e gjithë klasës politike, atëherë u zgjuan hjena. Dhe filluan na sulmuan, na dërmuan tek e tek. Kështu që në këtë moment me që populli është Rama në burg, Berisha në burg, është momenti më ideal për të bërë edhe planin B kur t'i vi dita. Pa mbyllim me këtë, atëherë të falenderoj për bisedën, Olger shumë. Faleminderit shumë edhe kënaqësi.